Teleshikues të nderuar, mirëmbrëma, jeni me edicionin qendrorit të lajmeve këtu në televizionin Presheva. Në vazhdim ju njohim me ngjarjet kryesore nga vendi. William Walker, takim me përfaqësuesi shqiptar të Luginës së Preshevës. Ndërmarrja publike Moravica, aksion në pastrimin e rrugëve nga bora dhe grumbullimin e mbeturinave. Pemët e IMTA kërkohen në treg. Prodhuesit do të stimulohen nga Ministria e Bujqësisë. Edicionin e lajmeve po e filloj me ngjarjet dhe zhvillimet më kryesore të ditës. Ambasadori Amerikan që bëri kthesë historike për fatin e shqiptarëve të Kosovës gjatë kohës së luftës në fund të shekullit 20, William Walker, me iniciativë të kryetarit të Gjilanit Lutfi Aziri, në pamundësi për të vizituar përfaqësuesit shqiptar në Luginën e Preshevës, i ka takuar në komunën e Gjilanit me rast është interesuar për gjendjen dhe kushtet në të cilat jetojnë dhe për trajtimin që kanë nga shteti i Serbisë, duke kërkuar angazhim nga shteti i Shqipërisë dhe ai i Kosovës për një vëmendje drejt këtyre komunave. Walker, pas takimit me përfaqësuesit e Luginës në përbërje të deputetit popullor Fatmir Hasani, kryetaret e komunave Presheve, Bujanos, Shqipëri Marifi e Shaib Kamberi, si dhe kryetari i Këshillit Nacional Shqiptar Jonuz Musliu, ka dhënë mbështetje por dhe një porosi për udhëheqësit shqiptar në raport me shtetin serb, por edhe për politikën shqiptare në Kosovë. Pasi ka qenë e pamundur që unë të vizitoj përfaqësuesit shqiptar në Luginë të Preshevës, udhëheqësit e atyre komunave sot po i takoj në Gjilan, nga përvoja që kam me politikën serbe, kam vetëm një porosi, që njeriu duhet të ketë shumë kujdes kur dialogon dhe bën çfarëdo marrëveshje me Serbin. Unë dikur kam pasur të bëj me një Serbi të udhëhequr nga Miloševiqi. Gjërat kanë mundur edhe të ndryshojnë, por këshilloj të gjithë palët që kanë punë me Serbin, Beogradin, në marrëveshje me ta, thjesht të bëjnë shumë kujdes. Mirë po duhet nënvizuar se dialogu për herë është i nevojshëm dhe i domosdoshëm, ka thënë Walker pas takimit me kryetarët dhe përfaqësuesit e komunave të Luginës së Preshevës. E njëjta vlen edhe për shtetin e politikën e Kosovës, në dialog me Serbin duhet kujdes, sepse Serbia është e tillë që në një anë dialogon, ndërsa në anën tjetër dërgon provokime si puna e trenit këtyre ditëve, ka thënë ambasadori, duke potencuar që ai prej kohësh është i padëshiruar të vizitojë shtetin e Serbisë. Kalojmë në informacione të tjera. Ndërmarrja publike Moravica pavarësisht borës dhe acarit ka vazhduar me grumbullimin e mbeturinave. Drejtuesi i Moravicës ka kërkuar mirëkuptim nga qytetarët, duke kërkuar që mbeturinat i grumbullojnë në përkese plasmasti për shkak të temperaturave të ulta, është e pamundur largimi i tyre. Pavarësisht acarit dhe rresheve të borës, por dhe angazhimit në pastrimin e rrugëve nga bora, punëtorët e ndërmarrjes publike Moravica nuk e kalën anash edhe grumbullimin e mbeturinave në qytet. Ata kanë shkuar shtëpi për shtëpi, duke mbledhur kështu të gjitha mbeturinat. Por në këtë rast ka edhe nga qytetarët që mbeturinat i hedhin ashtu si u vije, e që punëtorët e Moravicës janë të detyruar që t'i mbledhin gjithë sendet një nga një. Drejtori i Moravicës Gazmend Aliu ka thënë se bora ka paraqit vështirësi në grumbullimin e mbeturinave, por prap aksioni ka vazhduar. Sigurisht se bora ka paraqit për vështirësi, për mbeturinat. Ne ju kërkojmë falje qytetarëve, dhe ju kërkojmë mirëkuptim, sepse kanë qenë dëshmitar të gjendjes e cila ka mbretëruar. Ne nuk kemi mund që t'i mbledhim mbeturinat, jo që ka qenë dëshire jonja që mos t'i mbledhim, por ka qenë e pamundur. Kështu që sot, për shembull, në rrugën Këzozi, ne i kemi mbledhur mbeturinat duke dërguar edhe një bager përpara me kamionin së bashku, sepse ka qenë e pamundur vetëm kamioni vetë shkoj. Ndoshta, nëse do të kemi rreshje të tjera, prap mbeturinat do të vonohen pak, po i lutim qytetarët që të kenë mirëkuptim, duhet ta dinë se nuk është mosdëshire jonja, po është vështirësi e cila na paraqit, ato është normale, është sezoni i dimrit dhe ne si ndërmarrje ballafaqohemi me vështirësi. Ndërsa shefi i pastrimit Adnan Rashidi ka bërë apel tek qytetarët që mbeturinat i grumbullojnë në kese, pasi për shkak të ngricave është e pamundur zbrazja e kontejnerëve. Jemi aktiv dhe do të punojmë deri në orët e vonë të mbrëmjes, kështu që qytetarët mos kanë shqetësime që ne do të mirën mbeturinat do të mirën në çdo rrugicë, kudo që mundemi me kamion, aty ku mundemi i apeloj qytetarët që janë pak të vetëdijshëm, të marrin të çesin rrugë kryesore ku qarkullon kamioni edhe i marrin mbeturinat. Po edhe një, le të marrin në Tishtinë për thas se për momentin kantët janë të ngrime edhe nuk mundin të batin të qesin kamion punëtorët.
kjo është shumë normale. Kështu që një thes kushton 10 dinar, edhe ajo është shumë pak me një kafe, i blen 6 tas për një javë, fakt, ai mund të shfrytëzoj për me qitë mbetorinat. Edhe s'kemi pengesë të punëtorët. Me këtë rast, Rashidi ka falendruar drejtorin Aliu për bashkëpunimin me punëtorët dhe efikasitetin e tij, pasi tashmë gjendja e rrogave në këtë institucion është rregulluar dhe punëtorët janë të motivuar për të kryer gjitha punët në shërbim të qytetarëve. Duhet ta falenderoj drejtorin Gazmend Aliun, i cili është një drejtor seriozisht, shumë drejtor që 50 vjet Presheva nuk e ka pa, kështu ndërmarrja publike Moravica, i cili është aktiv 24 orë, i cili ja mundson punëtorit në çdo hap të ketë të gjitha ato nevojat që i ka nevojshme për punë. Dhe është një falënderim shumë i madh për 100 ditë pune, 7 rroga të mbetura që kanë mbet ja kallon punëtorëve Gazmend Aliu, i vetmi drejtor që është sot. Ndërmarrja publike e Moravica gjatë ditës së nesërme do të bëjë grumbullime në mbeturinave në Raovic. Andaj apelon qytetarët që në mëngjes të mbledhin mbeturinat duke i vendosur në kese. Megjithatë, apeli i drejtuar qytetarëve tanë është edhe që të kryen obligimet që kanë ndaj Moravicës. Mbetim edhe më tej tek e njëjta temë, pasi meteorologët kishin paralajmëruar rreshje të borës, këtë vikend ishte ndërmarrë aksion intenziv për largimin e borës nga rruga kryesore. Edhe sot në mëngjes ka vazhduar rreshjet e borës, ku ndërmarrja publike Moravica ka vazhduar aktivitetin e saj në terren duke pastruar të gjitha rrugët në përbashkësitë lokale. Pasi meteorologët kishin paralajmëruar rreshje të borës përsëri, këtë vikend ishte ndërmarrë aksioni intenziv për largimin e borës nga rruga kryesore. Edhe sot në mëngjes kanë vazhduar rreshjet, ku ndërmarrja publike Moravica ka vazhduar aktivitetin e saj në terren, duke pastruar të gjitha rrugët në përbashkësitë lokale. Drejtori Gazmend Aliu ka thënë se pasi janë pastruar rrugët kryesore, është intervenuar edhe në rrugë dytësore dhe ky aksion do të vazhdojë në të gjitha rrugët e komunës së Preshevës. Po, siç e shihni edhe ju, domethënë ne vazhdojmë të punojmë në bazë të planit cilin e kemi hartuar si përgjithësi mbajtjes së rrugëve, domethënë si në Moravic. Ju ishi dëshmitar që ditën e diell ne larguam borën nga rruga kryesore. Qëllimi ishte që ta presim këtë borë të re, më të përgatitur. Kështu që sot, edhe ditëve në vazhdim, do të punojmë që t'i hapim edhe rrugë dytësore. Aty ku ka njerëz, ku jetojnë, ne do të mundohemi që t'i hapim gjithë rrugët. Bora e Mramshit që ra edhe mëngjesit sotshëm nuk na ka kriju dhe një vështirësi të leksume, por megjithatë ne jemi vazhdimisht në aksion, në punë, që të u shërbejmë sa më mirë qytetarëve. Ai ka konfirmuar se gjitha rrugët janë të kalueshme. Them se gjitha rrugët në komunën e Preshevës janë qarkullueshme, kanë qenë që nga fillimi, pavarësisht deklaratave, cilët janë bërë për një marketing politik, pavarësisht që disa institucione kanë shtyr punën e vetë për mua për shkaqe politike, sepse rrugët gjithmonë kanë qenë të kalueshme. Është vërtet që ka pasën pengesa të vogla, cilët kanë zgjatë ndoshta me minuta ose me orë, por ne gjithmonë kemi qenë aksion, gjithmonë kemi intervenu, gjithmonë i kemi ndihmuar njerëzve, kështu që rrugët që nga fillimi deri tash janë të kalueshme. Sot Moravica ka intervenuar edhe në një lagje në rrugën e Vranjës, ku disa shtëpi kishin shumë vështirësi në qarkullim. Po, është vërtet se ka pas kërkesat të shumta, të shumë njerëzve. Ne jemi mundu që t'ju ofrojmë shërbime komunale gjithë atyre, edhe atyre personave që jetojnë në periferi, sepse edhe ata meritojnë që shërbimet komunale të rrinë të ata njerëz, por në momente caktuara ka qenë e pamundur. Jashtë sot, shembull, ne gjendemi me një rrugë dytësore të rrugës së Vranjës, siç e njohin banorët kjo rruga për Kroni i Keq ose Furra e Gëlqerës. Mu vjen mirë sepse banorët këtu deklarojnë që këtu kjo rrugë kurrë në histori nuk u hap. Është hera e parë që në ndërmarrja publike ose shërbimet komunale arrin të këta banorë. Ne do të mundohemi që të arrim të çdo qytetari joni, por nëse se arrismi qëllimin, atëherë lutim qytetar për mirë kuptim. Nuk është kjo vullnet, po ne punojmë mbas mundësive që kemi. Por shefi i pastrimit Adnan Rashidi ka theksuar se gjatë këtyre ditëve kanë asur edhe në telefonatat e rrejshme të qytetarëve për gjoja rrugë të bllokuara, por më pas është konstatuar se rruga ka qenë e qarkullueshme. Megjithatë, sipas tij, gjërat e tilla ndikojnë në ecurinë e punës në terren të kësaj ndërmarrje.
po shqytjoni, na kemi telefonata shumë të rrënjshme, ku unë vetë personalisht kam qenë me ekipin, e kemi pastru atë rrugë, sidomos fshatin Bukuros, mas tepër me kemi pas kësifar thirrje. Mirë po, kisha me apelu, mos bojnë thirrje të rrënjshme, sepse na kena situata ku ka nevojë seriozisht të intervenojmë aty ku ka pleç, smut, gjithçka. Ndërmarrja publike Moravica, që nga rreshtet e para të Borës, prioritet i ka dhënë raste urgjente, sidomos në ato raste ku është kërkuar ndihmë mjekësore, por dhe atyre vendbanimeve që kanë rrugë të vështira për qarkullim. Ndrojmë temën e informacioneve. Kultivimi i fidaneve të reja në sera me theks të veçantë pemët e imta janë mjaft të kërkuara në vendin tonë. Lule shtrydhet, manaferat dhe drezat janë prodhim në munges, andaj prodhuesit vendor tani mund të motivohen dhe të stimulohen nga Ministria e Bujqësisë duke marrë subvencione. Këtë e ka deklaruar sot drejtori i Kooperativës Bujqësore në Preshev, Kenan Daliu. Drejtori Daliu ka konfirmuar se në muajin shkurt dhe mars do të organizohet seminar për të informuar prodhuesit vendor lidhur me mundësinë e aplikimeve në ministritë përkatëse. A ka interesim komunën e Preshevës kultivimi i fidaneve të reja në sera? Po, ka, sidomos shumë janë të interesuar, por mjerisht nuk janë të njoftuar mirë, për shkak se Ministria e Bujqësisë e Serbisë për ata fermer të cilët mirën me prodhimtari, sidomos me pemë të imta, faktikisht, lule shtrydha, manafera, disa drezat, disa pintjere janë shumë të interesuara dhe shumë të kërkuara në treg. Por këto duhet pasur parasysh se shumë prodhues nuk i dinë ato kushtet edhe mënyrën se si mund të konkurrojnë në ministritë, në resortin e Ministrisë së Bujqësisë. Ministria e Bujqësisë jep shumë, po mendoj, regrese të ndryshme për të mund të ngritën për këto plantacione qoftë të rrushit edhe të pemëve, sidomos pemëve të imta. Këto si vjet janë kone të favorshme kushtet për shkak se Ministria e Bujqësisë nëse mbjell 1 hektar me pemë të imta apo edhe me pemë frutore çfarë të qoftë, u konë në gjendje që pas mbjelljes të kompenzojë mbjellje, faktikisht fidanet edhe këtu materiale tjetër, për shembull shtyllat apo diçka tjetër, faktikisht por me kusht që të konstatohet nga inspektorët e ndryshme që me të vërtetë janë mbjell atë fidanet të cilat janë të preferueshme, edhe nëse ato fakturat mund të çohen në ministri dhe ministria mund t'ia kthejë deri 50-60% të harxhimeve të cilat janë mbjellur janë argjuar gjatë për 1 hektar. Këtë arsye gjatë muajit shkurt tash ne kemi planifikuar të organizojmë një seminare disa ditore ku do të parashohim që si bëhet mbjellja edhe fidaneve të reja qoftë vreshtarie edhe pemtari dhe pemë të imta, si edhe të cilat janë regresat dhe mundësitë për të mund të prodhuesit e fermerët të ri mund të aplikojnë për të mund të realizuar këto qëllimet, për shkak se kohëve të fundit në treg janë shumë të kërkuara pemë dhe sidomos pemëve të imta, shtrydha, manafera dhe këto të tjera të cilat bëjnë pjesë në këtë grup. A ka periudhë kohore ende të mjaftuar që të konkurrohet në Po, tash çdo vit Ministria e Bujqësisë çdo 6 muaj jep kushtet se çfarë mënyrë mund të konkurrojmë. Po konkretisht nëse shfrytëzoj rastin të ftoj, por të ftoj prap të gjithë ata që janë të interesuar se nëpërmes ministrisë dhe entit për bujqësi në vrojë të gjithë do të vinë ekspertë lëmive të ndryshme dhe do të njoftohemi konkretisht me çfarë janë mundësitë për të ngritur dhe si janë mundësitë për të dhe kultivimin e më të qeshëm të gjitha këtyre punëve të cilat janë paraparë në bujqësi. Edicionin e lajmeve vazhdojmë me blokun e informacioneve nga rajoni. Presidenti i Republikës së Kosovës Hashim Thaçi ka pritur sot në takim komandantin e Forcës së Sigurisë së Kosovës, General Lajtnant Rahman Rama, me të cilën ka biseduar për të arriturat e FSK-s dhe ngritjen e kapaciteteve të saj për t'u përgjigjur nevojave të Republikës së Kosovës për të garantuar sigurinë e të gjithë qytetarëve të saj. General Rahman Rama informoi presidentin Thaçi për të arriturat e FSK-s dhe ngritjen e kapaciteteve të kësaj force. Forca e Sigurisë së Kosovës është trajnuar sipas standardeve më të larta të NATO-s dhe është e gatshme të jetë ushtri e Kosovës, u shpreh generali Rama. Presidenti Thaçi u shpreh i kënaqur me të arriturat e Forcës së Sigurisë së Kosovës dhe me planet për të ardhmen e kësaj force.
Provokimi me trenin ishte budallallëk, thuhet në Beograd. Media qeveritare thonë se vetëm politika e urtë e kryeministit Vučić e ka evituar konfliktin e armatosur, por të tjerët paralajmërojnë. Vetë qeveria e ka krijuar krizën sepse ajo është përgjegjëse për mbishkrimet dhe provokimet në trenin e nisur për Mitrovic, thonë kundërshtarët e kryeministit Aleksandar Vučić. Ndërsa tani kryeministri po përpiqet të paraqitet si paqëbërës me deklaratat se ka evituar konfliktin, por mbështetësit e Vučićit thonë se konfliktin e ka evituar politika paqësore dhe nervat e fuqishme të Vučićit. Politikani i Rusisë unike Sergej Zhelezniak pohon madje se duke i falenderuar kësaj politike të Vučićit është evituar konflikti armatosur në zemër të Evropës. Ministria e Shëndetësisë ka bërë me dije se një 2 vjeçar ka humbur jetën mëngjesin e sotëm për shkak ishte i prekur nga virusi i gripit stinor. Ministria ka njoftuar se pacienti BZ Lezh i vaksinuar rregullisht ka patur prej 1 jave klinik me temperaturë ethe koll. Pasi është paraqitur disa herë në urgjencën e spitalit në Lezhë, më 14 janar shtrohet në spitalin e Lezhës me diagnozën infeksion viral me insuficiencë respiratore, ku edhe pastaj trajtimi spitalor gjendja mbetet e njëjtë. Pacienti është konfirmuar mëtej në Tiranë me diagnozën enkepalomielit. Ky është rasti i 5 i konfirmuar pas 2 rasteve të raportuar nga Ministria e Shëndetësisë për persona që kanë ndëruar jetë, të cilët përveç sëmundjeve të tjera kanë rezultuar të prekur edhe nga virusi i gripit të stinës. Të shohim se çfarë moti kanë parashikuar sinoptikët për ditën e nesërme në vendin tonë. Parandarjes ju rikujtojmë edhe njerë tema që ndoqët gjatë këtij edicioni të lajmeve. William Walker, takim me përfaqësuesi shqiptar të luginës së Preshevës. Ndërmarrja publike Moravica, aksion në pastrimin e rrugëve nga bora dhe grumbullimin e mbeturinave. Pemët e IMTA kërkohen në treg. Prodhuesit do të stimulohen nga Ministria e Bujqësisë. Të nderuar teleshikues, ishin këto gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion lajmesh, ndërka shkrejt në fund ju kujtoj se sonte në orën 20 mund të përcjellni emisionin sportiv. Ndërka takojmë sërish në orën 22 deri atëherë, mirëmbëqit.